E kemë pasuni shumë kena. Po prapë kanë zgjedhë djemtë tu me shku. Prapë djemtë e mi nuk dojnë çfarë shtëpie kam, që tu në varan, valloj marrë me pa ti çuditësh. Çfarë mira kam, atë thonë jo, nuk ban do të më shkuanina. Unë jam vetë i dytë në shtëpi, veç me shoqen jam miq. Trik po shkojnë në gurbet, plesht po vdesin, po rinia sukur gjithë ka që po shkojnë, kanë lakmu me shku në për gurbet, në për Gjermania, në për Zvicra. Këtu po thonë nuk po ka parë. Po e rinia atje po kanë parë ma shumë. Me gjithë se ta shtit atje ju ka lakmu pari atje, se pari atje të është ma shumë. Po bojnë atje si po shkojnë kerret mira, qeveria pi u ndihmon plegjve, pi u ndihmon fëmijëve, këtë popullit po të ndihmon. Do me thonë ti ma i knoqën me qeverinë që është ashtë me ato që u konë? Valla me ato që u konë ma dopë. Ju bëj apel e rinjës sa ma shumë me nejtë këtu. Mu shkollu, me punu, vend tonin, të tonin, se anena shumë keqo. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Qysh je? Mirë. Qysh po kalon? Po kalon. Na këtu në fshatin Dvoran, apo na tregon për fshatin e juj? Po, t'ju tregoj. Si për shembull, Çka e bën ma të veçantë, qysh apo ka banor, a e kanë çu fshatin? valla mi ka zot drejt, banor, fshat, ta rinia, kanë shku në gurbet e krejt. Jena met ma shumë veç plejt. Ky fshati është shumë i mirë, është dash me majt gjanë, dash me punu tokë, dash për dësën, është shumë është i mirë. Shumë dhe një mirë, po njerëz nuk kanë. Rinia kanë shku ma shumë të në përguat. Pse nuk përpunojnë tokën tash, pse e kanë çu rinia vendin? Po rinia, sukur gjithë ka që po shkojnë, kanë lakmu me shku në për gurbet, në për Gjermania, në për Zvicra, në për... Këtu po thoi nuk po ka parë, ku ta diun. Tokën nuk pritojnë rinia tash me punu, suke që këna punu për shembull në ples për para, rinia po s'pe punojnë, por se në qetrën onë edhe pej tokës nuk ka parë. Pse po thu nuk ka pare? Se krejt njerëz po thunë kur e punon tokën, hop firma tuja ki pare, ki mundesh me jetu. Po e rinia atje po kanë pare ma shumë. Kurse këtu për shembull ta shpeqesmi, gruni është shumë lirë. Misri është shumë lirë. Puna është kogjeron, trik nuk dojnë me punu. Për kjo, ma shumë të kjo. Ti a ki fmi? Po. Fmija tua e kanë çu vendin? Po. Me shumë me dy qika i kam të. Çka ju ke thonë kur kanë dalë me jetu jashtë vendit? Po për para une një djali kam 50 vjeqar, atëhere më kanë marrë vllaznimi kum pas në Gjermani, edhe e kanë marrë, suke që kanë shku ata, e kanë marrë si turist një herë, edhe të në kanë rejsh veta, edhe sot i ka 30 vjetë që unë Gjermani. A ka menu mu këthy najherë? Vallohi, teri frik ju, tash me nën mu këthyje, pa tash ju kanë bo fmija nuk janë të katë mu këthy. A menon që me nëse punon, miresh me toka, me sene tuja, mundesh me dalë edhe këto? Po, mu këthy me punu, se këtë që kem punu unë, kur nuk kem konë gurbet, unë kam punu që 70 vjetë unë që punoj këtu. Qa ki punu? Kur në gurbet se kem punu. Qa ki punu këto? Kem punu tokë, kem punu ku mojt dhanë, ku mojt lopë, kam pas në bjesh, jemi konë shatin ma qëtevë në altë atje, kam punu në bjesh. Kretë atje këna punu, me dori këna punu edhe kur s'jena nëllë. Këna mojt, ku mojt 100 sopa dhanë, ku mojt 30 lopë, edhe ja kum kalu e deri që o qenë gurbeti për shembull, djali jam ka shku natë e pensën në Gjermani. A të kanë ndihmu dikush më kujdes ty për to? Po, unë jam konë me vllazni, 5 vllazni jam konë. 5 vllazni? Po veç 2 kum pasur, 5 vjetë kum pasur në Gjermani, 3 na konë këtu, kena punu zbashti, kena punu 20 e dishka vjetë kena punu zbashti. A ke menu ti najherë me të shku në Gjermani me punu edhe mos me nejtë këto? Ma kanë zonë vllaznia, 5 vllazni kum pas, ma kanë zonë vllaznia Renin. Ata kanë shku 2, unë ta kam vetë gjithmonë të shtëpia se babën edhe nonën i kum ngue, për me nejtë të shtëpia se nuk ban krejt më shkojnë gurbet. E çfarë menimi ki tash që tash pilojnë vetë edhe po shkojnë krejt? Unë nuk kum pëlqen. Pse? Pse po jetë po fahet veni, po shprazet veni, po jetë toka. Si po shkojnë anina tana atje po shtohen, nuk kthehen më ashtu. Jo. Kjo është shumë keq.
Jo problem, problemi më i madh është kjo. Megjithëse tash ti atje ju ka lakmu parja atje, se parja atje është në ma shumë. Për shembull, rroga më e madhe, punët janë të ndryshme, po bojnë atje si po shkojnë kerret mira, e ku do t'i unë. A i ke ro pishman ti që si e shku? Jo. Kur s'kam pas. Megjithëse unë kom me vllaznik, kena punu zbashkë, ata 2 vllaznik kanë punu në Gjermani, unë kom punu kënena. Merrem me men, pej 70-ës, e tek 86-ën, 10 hektar tokë i kom ble në rrashtë qëtu, në komunën Sarekës, në 3 fshatra. Ata kanë punu në Gjermani, unë e kom punu kënena me 2-3 në shtëpi, edhe kena bo pasuni sa dush. Dhe kemë pasuni shumë kena. Po prapë kanë zgjedhë djemë të tu me shku Prapë djemë të mi, nuk dojnë shfa shpije kam, që tu në varan, valloj marrë me pati që ditësh. Shfat mira kam, atë thonë jo, nuk banë, do të me shkuanina, menojnë, unë jam jetë veç i dytë në shpi, veç me shoqen jam në shpi, jam nënantar, veç me shoqen jam në shpi, të dy t'i kemë, unë i kam 7 vjetë, shoqja i ka 7, edhe kam këtë si smu, edhe ata vinë, a mon për me jetu këtu, Jo. shumë pak. Pse po mashtrohen që ka shumë për me dalë jashtë vendit? Ku është Na problemi? folëm edhe pak me parë, mas shumë të është problemi që këta punët na që kena punu, pleshtë për para, ta trit nuk dojnë me punu, nuk dojnë me majtë dhanë, nuk dojnë me punu tokë. Ju ka hinë lakmi aja puna atjehet, rrogat më të maja, stadion është ta punët më ndryshme. A janë rroga që shpëthojnë, atë kanë thonë djemë në herë që janë rroga që shpëthojnë 4.000 euro, 3.000 euro. Qështë punojnë? Që shpunojnë? Qështë punojnë? Dikush i ka rrogat e mija që unë për shemë edhe kam një djallë, punon në ndërtimtari, ka bosi firën e vetën, a i ka parë. Do me thonë ka hapë firmë dhe atje? Ka pa hapë firën, në fa firën e si të mesme, a i ka parë. Kurse kush punojnë për firma, kush punojnë për firma, pa në kohën shumë nuk ju dalin parët. Se banesat janë shtrajt, ushqimet janë shtrajt, pushon me fëmijë, pushon me rasit, është problem. Përveç që jashtë që po dalin rinia dhe fshatin e kanë i shu shumë njerëz. Kanë dalë në qytet. Ka shu se trit po ikin, Asi. trit po shkojnë gurbet, plesht po vdesin, edhe fshati shumë o braktis. O zbra, qysh me thonë? Po u zbraz. O zbraz. Fshati o zbraz, me të madha, shumë me të madha. Përveç që s'pi punojnë tokave, që s'po mojnë modele, qa ka ndryshu diçka prej kohës tonë edhe tash? Po mas shumë ti ka ndryshue, me thonë bukuria. Për para, këna punu tokën hjeshik o konë. I këna moj delet, së kur kërë shoku që i ka këtu, o konë hjeshi e madhe. Gjithë këna moj bylyqe, së kur që i ka këtu, nga 70 copa, nga 100 copa i këna moj. Sot vetëm një bylyq e ka në fshatë që tu e ka njoni. Do me thonë që s'ka tje. Që s'ka tjerë, se s'ka njerëz. S'ka një, edhe që i ka sot, edhe kë e ka djallin e ka në Zvicër, vllaznini i ka në Zvicër, po vetë që i kam t'i këtu me nejtë, po i do këtë një. Edhe nuk e ka fërti. Jo. Edhe nuk e ka fërti. A është shmimi arsyeshëm i deleve që po thojnë 400 euro, i lopëve që po thojnë 3.000 euro, çfarë mendimi kite, a mos është pak çmimi i madh? Jo, nuk ka i madh, se delet nuk ka gjithër një majtë, edhe këto nuk ka letë një majtë, kanë punë, do një qyrë, do një vazhënet, edhe nuk ka i naltë. Po faleminderit shteti ka pak këtë një për para s'na kanë nuk kur. Sërt atëherë veç sa kanë mujtën me na zhdu mësë me i majtë, se me na ndihmu, me na dhonë, ja, sot që zotit, shteti po jep, ndash për bujqësi, ndash për bregtori, shteti po ndihmon. So je i knoqën ti me qeverin aktuale që tash? Shumë jam i knoqën. Kur ma mirë nuk ka. Kur Kosova ma mirë se sot nuk ka. Çka mendon që i ka ndryshu që ty t'ka pëlqy që ka shumë puna që i ka bo në këto 2 mandate edhe në mandatin tash? Tash. Me thonë mas pari, ose unë du me folë drejt. Nuk du me hilu unë shka menoj unë shka. Mitrovica o bo kejtë ndryshe në krasin me qeverinë e për para. Shumë është ma mirë se që.
Tani edhe punësimi, ndërtimet, punësimet janë shumë të mira. Edhe për shembull qeveria ju ndihmon vegjëve, ju ndihmon fëmijëve, këtë popullit o të ndihmon. Si mas unë e kështë. Do me thonë ti ma i knoqën me qeverinë që është ashtë me ato që u konë? Valla me ato që u konë ma dopë. Pse? Pas që në konë që të shkafula. Shkafula me përpartë nuk jenë konë. Do me thonë ti ma i knoqën një me qeverinë aktuale? Aktuale se përpartë. Apo na të regon edhe pak për fshatin? Sa po ka të banu shumë? Me këtua, vallaj këtu pak ty. Pak, tash për shembull një ferë në Plove kemë që atje, një kemë që tu djele që ka, 2, edhe kemë një e ka një firme e ka në Shirok, që maron kësi ndërtimore shpia. Mirë me dritare, me releta, shumë është i fort, shumë është i mirë, i ka punësu një disa. Më konë keq ashtu, mirë, po tash keq ashtu së më bëbë. Ti e ceke që këtu jeton vish me grunë se fëmijat kanë dalë jashtë vendit. A ke shku me vizitu na i herë? Vesh një herë më konë. A të ka pëlqy? Po për atëherë si unë kom shku si turist, kom nejtë 2 muaj djetë shumë mirë. Po kër i kom bo, jem konë bile në pranverë, jem konë, kër i kom bo 1 muaj, kom ikë me arë të shpia se i kishna konë gjonë, tokën, me arë konë, se më në më najtë atje vera shkojke. E tash, a ke shku me vizitu? Ja, tash se më konë vallaj se s'po muj se shpia se vetëm. A po do me shku? Kishna shkue, po kam shoqen pak si smut, kërë si e latë, dhe shpi me lënë vetë smuj, jam qashtu një që smuj me lënë shpina. A po na thu dhe një mesazh për fund për rinin që pëlqojnë vendin tonë? Po, ju bëj apel e rinjës sa ma shumë me nejtë këtu. Mu shkollu, me punu në vend tonin, në shtetë tonin, se anina shumë keqo. Nuk e prenoju në anina këtë. Na të falenderojmë shumë, faleminderit shumë për teje, kaloj mirë, Faleminderit, edhe ju kaloj shumë mirë, faleminderit shumë.